Namazi në fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Përmendëm shumë prej fjalëve të tij alayhi salatu wassalam që argumentojnë se lanci i namazit është rreziku i lartë. Namazi, kjo vepër e madhe që cilën tha alayhi salatu wassalam, akhiru ma tafqiduna min dinikum, kjo është gjëja e fundit që e hupni pi fesë juve. Pra nëse një njeri nuk e ka dhe namazin, çfarë ka nga feja? Le ta shef si cili vetvete. Çfarë ka nga feja? Çfarë kena na tonën jashtë namazit? Mos më kanë këtë xhami që thirret ezani, që falet namazi. Çfarë bëjmë na tjetër për fenë Allahu te bareke ve teala? E çfarë bani Muhammed Mustafa alayhi salatu për këtë fe? E çfarë banën sahabët e pejgamberit alayhi salatu për këtë fe? Pejgamberi alayhi salatu wassalam shpirtin ja nxjerrën, trupin ja vrajtën, nderin ja shkelën, e cënun, e persekutun, e lëndun, e vrajtën, ja vrajtën shokët, agjën, e kështu me radhë, këtë për çka? Ju mendoni sa i s'ki zgjidhje? Ju na mendojnë sa i s'ki zgjidhje? Njeri më i mirë të tokës s'ki zgjidhje? Utbe ibn Rabia, njëri prej arabëve të mëdhej, erdhi te Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. A mund ta paramendoni sa i madh u kon Muhamedi alayhi salatu wasalam, duke mos e pranuar si pejgamber? Shikoj çka i kanë ofruar. Utbe ibn Rabia, çfarë i tha? O Muhammed, o Muhammed, nëse e ki për pare, nëse e ki për pare, a i ndalë dhe njëherë me të ofru dikush, së të rogën me javanue, rogën me javanue, a i thot, zgudzojë në shefit mi thanë se kjo nuk ka festa jeme. Po, a banë me më kalëzur, qka gudzon mi thanë shefit ti? Qka gudzon ti mi thanë shefit? I tha Utbe ibn Rabia, tha, o Muhammed, si ta kish për pare, gjema'na lekel malek atjebe, ta mledhna parën më të mirë që ka egziston, këti mledhna t'i vina ti apna tuat janë ato. Me t'i ofru dikush, me t'a ofru bankën, a i 200 euro ka rogën, dhe të suni, tham shepit se kjo sa jemja. Po me t'a baj 1.000 euro rogën, shka i thuti ati mësa ne? Po me t'a baj 5.000 euro, a do t'i bim sejtë njeri ta. Lutë Allah me t'a mojtë zemrën, lutë Allah me t'a mojtë zemrën, se Allah u korit shumë këtë dunja. Pas ta i tha, o Muhammed, a më se ki për gra, ti mledhmi jënja, jënja, ti matë mirave gra të arabve 10, apo, së njani me nja, e me përdal, e me pacip, e shetë fejnë e vetë. Thanë ti mledhna matë mirat 10. Pastaj qka i tha? O in kun të bëghi, e nëse e do riasetin, kryetarlëkin, qeverien, perandorien, tha po të bojnë atë parin. Vesh me një kusht, leje këtë pun. Leje këtë pun, me kusht, leje këtë pun, leje këtë fej, leje këtë fjallë. Qka i tha për nga mesam? A e kryte o Utbe, a e sose? E sosa, nga thashta muë. Bismillahirrahmanirrahim. Ja filloj me lexu Kur'an pejgamberi alayhi salatu wassalam, derisa i tha Utbe ibn Rabia, duke ia vënë dorën e tina te goja e ndersme pejgamberi tha, "Nalu, se më shkoi zemra. Nalu, se më shkoi zemra." Kjo është Muhamedi sam, kishte zgjidhje. Kishte zgjidhje, por Allahu xhelle xhelalu ja kishte kallzu ahiretin, i cili ishte pas zgjidhje. Ti mundesh me ndru këtë senet, ahiretin s'e ndron. Gjenemi zdrohet, gjeneti zdrohet, Allahu nuk ndryshon. Ti mund shka dush me ba. Andaj Muhamedi sallam kishte zgjidhje. Pse e duroj torturën, pse e duroj persekutimin? Sepse aje kuptoi atë fjalë që e përmendëm, Rasul emri el Islam. Koka pse kena ardhur këtë dunja është Islami. Por çka jeton nëse jeton për nder? Por çka jetojmë nëse jetojmë për Allah? Por çka jetojmë nëse jetojmë për familje? Por çka jetojmë nëse jetojmë për me edukuar njerin në Kur'an, dhe me edukuar njerin në moral, dhe me edukuar njerin në fjalë dhe mbes dhe rrugën e pejgamberëve? Por çka jetojmë? Veç me hangër, veç me pi? Andaj muslimani duhet më konë më i madh se çkaç. E lutja Allahun që Allahu ta ndreq gjendjen tonë. Hadithi i 10 mbi lëndsin e namazit. E dëgjoj këtë hadith. Kjo hadith është i madh. E ka nxjerrë Imam Buhariu
edhe Imam Muslimi, edhe të tjerët prej muslimanëve, nga Enes ibn Malik radhiyallahu an, po të kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë hadith: "Men salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa huwa al-muslimu lahu ma alayna." Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e fal namazin ton, kush kthehet ka kibla jon, dhe kush e han mishin ton, fa huwa al-muslim, që kjo musliman, i ka drejtat e muslimanëve që kena na. Pra Muhamedi alayhi salatu wasallam çfarë thot? Lehu ma alejna, ati i takon prej drejtave dhe përgjithësive që i kena të barabarta, sikur që na jena musliman edhe ajo musliman. Me cilat kushte? Shiko që ka thonë pejgamberi sa: "Men salla salatana", kush e fal namazin ton, kush e fal namazin ton, ai është prej neve. 2. "Wastaqbala qiblatana", dhe kthehet ka kibla jon. E sot në këto ditë, ai disa njerëz e ndron kiblën. Ai disa njerëz e ndron kiblën. Për çfarë? Për çfarë? Për kur gjë? Mi thon pse e ndrove? Po thot çat ti kesh me shok, me shefin, me punën. I është bë shefi më i madh se Zoti. I o bë rroga më e madhe se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Apo turp. S'ka fjalë që e përshkruan në dhimbtën kur isha musliman, me çka arsyetohet. Me çka arsyetohet? Tha alayhi salatu wassalam, kush e kthen kiblën ton, dhe tjetra, dhe e han mishin ton. Çka më e han mishin ton? E han atë miç ka thërrët me bismillah. Nuk e ha derrin, nuk e ha coftinën, edhe nuk e han ata e cila thërrët jo për Allah. Andaj këto janë 3 kushtet themelore të cilat e bojnë një musliman. Tha alayhi salatu wasallam, fa huwa al-muslim, që kjo musliman. Kanë thënë dietarët. Shikote e para, kush e fal namazin ton? Në mëdhëbin e Abu Hanifës rahmetullahi alayhi, kur je udhëtar, ke marr udhë sefer, namazi shkurtohet pin 4 dreka 2. Ka thënë Abu Hanifa, kush e fal namazin udhës kur është musafir, udhëtar, me ligjet e udhëtarit, kush e fal drekën 4 si pranohet namazi. Në ti qelin ketë ato libret e Hanefive dhe ta shikojnë. Kush e fal drekën 4 si pranohet namazi, kush e fal ikindijën 4 si pranohet namazi. Pse? Ka thonë se pejgamberi sa mu dhe i ka fal 2. Se kjo nuk ka asë jemi asë jotja. Aje vendos. Aje vendos. Mirë, njani kthehet më fal namaz jo ka kibla. Do të hape se sa më rëndësi kibla. A i pranohet namazi? Sharti namazi do kibla. Nilmi halëm sot parën, se kur të kthehesh mu fal namazin, kthehesh ka kibla. Apo, dhe ai i cili therr, thot s'ka lidhja me bismillah, pa bismillah, coftin, pa coftin. Qka? Ta pejgamberi alayhi salatu wasallam, njani veshet me haram, ushqehet me haram, pijen e ka haram, edhe i qënë dur të ka Zoti, ja Rab, ja Rab. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku mi u përgjith këtina? Ketë harama. Shiko, kush e fal namazin ton, edhe ai çka falet jo me rregull si pranohet, ai çka falet s'falet hiç. Njani thotë unë mu fal ama pa abdes, si pranohet. Du mu fal jo ka kibla, si pranohet. Du mu fal me teshat pa pastërta, si pranohet. Mirë, një kush nuk e plotson si pranohet, ai çka s'falet hiç. Kanë thënë dietarët, ajo gruaje që e ka zakonin, ciklin mujor, nëse me qëllim falet del pi feje. A e kupton çka për feje kjo? Gruaja i ka menstruacionet e veta, zakonin e vet, e ka haram mu fal. Mirë, kanë thënë dietarët, që qohë dënjana, që ka plot, që mundohen me drejtu dunjajën, thotë unë e falna. Haram e ka mu fal. Nëse falet pa dije, s'ka kur gjo. Nëse thotë unë e falna edhe që shtu se së në la namazin, kanë thënë dietarët, del pi feje mini her. Pse? Sa i ka thënë haram a mu fal. Kur ta baje feja haram mu fal, me ba mu fal, del pi feje. A i shka s'falet, a i shka burën s'falet. Kë punë e madhe, kë nuk ka e gare me këta. Andaj ta pejgamberi alayhi salatu wassalam, ku i fal namazin ton dhe kthehet ka kibla jon dhe han mishin ton, ajo musliman. E tash ato shikojna cilat i plotësojnë apiksajna. Cilat i plotësojnë apiksajna? Sidomos kësi vakte dhe periudha të cilët shitet feja lirë, shitet feja për një paket çokolada.
Shitet feja për një drit. Thot madhabe, qish me refuzune, qish mës mi amor atina une. Allahu i ka qu Kur'anin hedije se ka gajle pëse se lezon. Thot qish mi thanë une atina jo. Apo, ma dha mu e këtë ushqim, ti dhu haram, kjo raki, ma dha mu e, duhet mi akthi une. Qka tha vëzëm, kush e fal namazin ton, këthejt ka kibla jon, e hamishin ton, që kjo musliman. Musliman me zor nuk ka. Si dush mi praktiku regula, mujna buba musliman. Nëse nuk i praktikojna, Allahu na ruajt, na prat bëshkimi ma.